pse nuk pranon të gëzoj? Pse është kundër këtij? Bashkëpunimi me Serbinë. Si mund të pranosh një bashkëpunim me Serbinë që deri para pak vitesh kanë vrarë, dhunuar, përdhunuar, masakruar vëllezërit tanë Kosovë. Është shumë e qartë, shumë e thjeshtë dhe akoma nuk pranon fajet e saj, nuk ka kërku falje për gjenocidet që ka bërë në Kosovë dhe akoma ka pretendime që Kosova është tokë e serbëve. Dhe ti në momentin që ti bashkëpunon, dhe kam cekur dhe herë tjetër, kjo është një ndihmesë për politikën serbe në arenën ndërkombëtare dhe europiane për Serbinë. Sepse Serbia ka shumë thjeshtë që thotë që shiko se unë po bëj bashkëpunim me Shqipërinë, unë s'kam asnjë lloj problemi me shqiptarët. Çfarë thoni ju pasën probleme me shqiptarët? Jo, mua kam me Kosovën, se Kosova është tokë e jona. Mund ta thotë. E ka, pra ti jep hapësirën, ti jep mundësinë. Dhe për çaja jep për 50 milionë euro, 100 milionë euro, 200 milionë euro, se nuk e di se sa do marrin, por nuk e kapin. Ke 100 milionë euro që do merren investime nga UEFA për organizimin e kësaj gjës. Është kjo që ka pranuar